Qa po dojmë po? Unë personalisht, kom thonë përpara kamera, mami për fjallë, nuk kom me marë pozitë ekzekutive për shtetë Kosovës. Ekzekutive. Me më që më rujtë, kufinë në rujtë. Pozitë ekzekutive nuk kom me marë. Kur nuk kom me marë tender publik për Republikës Kosovës. Kur nuk kom me marë rogë. Rogën kom me adhonë shoqatës autistët të Kosovës. Fund, pikë. Nuk ki nevojë me më thonë qa pa përfitan. E mbyllëm ta. Kushtetuta Republikës Kosovë është të gjaftume për i njerëzit meqëm. Nuk është me e mira. Ka shumë të meta. Sidomos rreth çështjes bashkimit me Shqipërisë, sovranitetit ka shumë të meta. Po është të draftuar për njerëz të shumë të meqëm. Një shembull konkret. U përmend drejtori Akis, nuk e di është në gjep kurtas, nuk e di, mund me gabu se s'jam në rrjedh. Po me kushtetutë është të përcaktuar se kryetari i Komisionit për Mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Mëngjesit më kon për opozite. Kushtetuta përcakton. Ti e kon gazetar, kur më kon në kryetar. Ti e kon gazetar, e din çka ka bën. Çka bën sot kryetari? A e din kush është kryetar? Po atëherë shefi AKI-s ka qenë i afërt i pushtetit. Po unë s'kom lënë letër pa çu, s'kom lënë vendim që o marr. Gjithçka e kom mbikëqyr Leo natën e ditën. Kom kalu ditë tona të mbikëqyr, se u kon puna jeme. Kom marr punë. Populli i Kosovës më ka shtin rrogë. Ma ka dhënë rrogën mi kry qatë punë. Unë ose e kry, ose i thëmë falni se nuk jam ka më i mi kry. Nuk bëhet kjo punë shtu Leo. Opozita është tepër e rëndësishme. Nuk e kem betejën me opozitën. Në opinion o kryu një bindje që na kem betejën me opozitën. Këtë që ka thunin Florin, aktivitetet e juja këtë lidhen me opozitën, nuk lidhen me nej aktivitet kundër Po dy aktivitetet e fundit, pëse veja që 6 vjetë është opozitë e pushtetit. Dy aktivitetet e fundit jënë drejtu opozitës, thash këtë opinioni në rrugë takojnë njerëz që keni me opozitën. Kur gjonë nuk kemë me opozitën. Pesha përgjithësisë është mbi parën peshën që e kanë të votuesve. Vendosja ka 51% fajit, e në aktët të pushtetit 100% fajit. 51% peshë në parlament, po 100% fajit situatës politike të përfri. Pegjit në fymjeve që i bohen, e dhe stagnim të ekonomisë, e të mundjes energjisë, e të probleme të korrupsionit, e të kapjes bordeve, mija probleme që i ka kriju vetë vendosja. E opozita merret me njëri tjetrin. Ky po hen në grup, ky erdhën e po dal, ky po hen ai po shkon, në art ky unë zven, në thirr këta thirrë, këta se thirrë, në art ky unë shkojmë edhe ti, pralla. Kështu nuk bëhet opozitë. Opozita na e kemi përcaktuar. Me çdo kusht kemi ndajt në opozitë. Me çdo kusht. Albin Kurti nuk ka votuar opozitën, qeverinë. Opozicia votojmë, ja bëjmë numrat, qofse numrat tanë llogaritën. Për president rrim në sallë, unë e kom thonë, kur kom marrë në president, kusht jam unë nuk dalë pisallëve. Me mre zhak, mre i policia. Po me vullnet nuk dalë. Asnjë dhe thanë. Populli më kanë qenë çka karrik me najtë. Nuk dalë, u sjell korridore, pi kafe, kush po thirr në telefon, apo him, as po him. Unë e lejo kone aty ku më në vetë vendosje. Kanë ardhur, ju më hush vetëm, më që vetëm. Kanë ardhur në veshin po do kësh keq. I rregullosh aflok, tash mos më ka dim kavata, nai sen. Jo, po do kësh keq vetëm. Nuk do kësh keq vetëm Leo. Kur e ki për më nuk do kësh keq. Na kemë shku më ul aty. Kemi kundërshtuar çdo listë keq, para se më shkuën gjykatë kushtetuese. Nuk duhet gjykata kushtetuese më na mbrojt për çdo llogi, për çdo nuk mundam na gjykatën kushtetuese më brojt. Është morja e fundit, është shumë mirë që është. Po parlamenti është burim i tanat mirave edhe të këqijave. Okej. A guxojmë plotësu vetën me ato që pyete për ne kësi se shtesë e the vet, po mdoket që Vjosa Osmani nuk ka dallim për juve që keni dalë për vendosje, se keni fol keq. Pse mundet me qenë ndryshimi Vjosa Osmani që ka dalë prej Po, për çik përgjigje mora fjalën. Vjosa Osmani dul për vendosjes 5 muaj mbas ia caktoi datën e zgjedhjeve. Dul në momentin që e kuptoi që s'po e bën presidenti për dytën herë. Beso mos e jo, besoj që këtë Kosova e din, Dardanin e kanë lutë me nejt, me pozitë, edhe plot pineve, vetë vendosje nuk kemi nejt. E kjo është dallim. Bili kanë thonë vojnë zënës kryeministët, por edhe ministrët por e din Vjosa shumë mirë, pse s'ka nejt, se se kanë bo presidente. Kur gjo tjetër nuk është e vërtet. Kur gjo tjetër nuk ka dalë në opinion publik. Kur gjo. Përveç se ka dash për karrikën e presidentes me nejt. Kjo s'është ndarje, nuk është ndarje për parime. Nëse i thu dikuj rrezikshëm veç natën,
Veç natën që s'po të bën presidente, ti absolutisht jetu e mashtru opinionin publik. Ti e ka ma lyp votën për opozitë sot, në ndërkohë që e opozitë prizorit, se nëse ke najt me një autoritar 5 vjetë, ke najt 5 vjetë me to, edhe po thu që po zbrazët Kosova jam e shqetësume më falë, i ke hek qikat pis Majqemajlit, i ke qunë shkollë private, se ke thonë ka pas plane u gurzeza në qatë shkollë, se kundërmon erë, i ke qitë pastruset për klasës, i ke lonë 6 truproja një Majqemajl, i ke pengun punë susat e pastrus të krejt për qikat e tua, sot po më shqetësosh për njerëza. Fëmija mi kanë shku në shkollë publike në Njërë. Fëmija mi kanë shku në shkollë publike në Njërë. Tret. A ka mujtë mi që në shkollë private? Këm dash me shku fëmija mi me shku shkollë publiki, me pa qyshe njerës tjerë, kultura tjera, popuj tjerë, njerës që s'kanë parë. Prishtinë është një farë sfide me miqu fëmijët në shkollë publike. Palla Leo, nëse dojnë mu bo president. Unë më konë në Prishtinë, që aqu duesh me vendos, nëse je president. Ose kësha regullu shkollën publike, që se s'pelqen, regulloj. Që më thonë, ku të pënojnë dy prind, është pak zërë me qu, se mas ne njoni du të me najtë mikqyr. Nuk e ka thonë për ato. Ato ja kanë qu, ja kanë marë që pojë. A di Leo që më tregoj, a di që më tregoj, sot një nëzonë se Ismaj Qemali që më tregoj. Mi janë nërru shkollën të një, një nëzonë se Ismaj Qemali sot më tregoj, tha kom pas komen e lëndume, më kanë qu me kolicë shkollë, tha gjipat e Vjosa Osmanit nuk e kanë lonë qiken me hinë shkollë, me karrotë se jënë konë gjithmonë prezent aty. Falë po, nëse je president e vendit, e sot më thu që Albin Kurti është njeri maj keq. I pas këm për Vjosës, jo për Albin. Jo për Vjosës, që kjo flusk, që kjo është flusk, Leo, është flusk që Albinin e rrit. është flusk që Albinin e rrit. Nuk e rrit Albinin PSD-ja, tuk tregu që është autoritar. Nëse PSD-ja, ndër tjera, PSD... E po që për PSD-ja nuk... Ditën atë folin për opozitën, qësh opozita është e keqe, nëse opozita është e keqe, kush është i miri këtu, atër është... është PSD-ja e mirë, edhe është PSD-ja që po garon për vetën e vetë. është PSD-ja. Tentativën me kriju një rrugë tre politike, PSD-ja ka lëviz ndërmjet dy ekstreme. Njerë u konë municion i opozitës për miro vetëvendosjes, dhe këtë gjonë ka përnu PSD-ja, dhe ka kontribu bukur mirë, dhe në atë kohë si ka pengu opozita. Që është që ashtërojët, a ndryshoj PSD-ja opozita. Se opozita nuk moj men që ka pasën e farë kritike të rafinume, sofistikume për pushtetin. Bile atër o konë dhe ma problem, se sa pa të ndalë për pushtetit. Bile atër ke pasë të arsye ma të e për mos me qenë me ta. Alojnë kontrolart ata. Pra, kur ti bësh municion, heri opozitës, se ta shti me qenë se përshan opozitën, bësh municion i shtetësve, i njerëzve të vetëvendosjes, në tentativën për me qirë rrugën tonë politike. Këta ishtë doshtë, si bas menimit temë. Më shumë më fokusu në ato për çka qëndrojmë. Për çka je. Që kjo të bën dallimin ty me opozitën. Një parti opozitare, për më mujtë me u dallu për partive tjera opozitare, dallohet në kritikën që ja bën pushtetit, jo në kritikën që ja bën opozitës. Mirë po mund duket që është replikim i një diçkaje që kemi pa ma heret. Dhe me qenë se këta kanë qenë vetëvendosje, besoj që po dojnë me përsërit një histori që kemi pa. Ju kujtohet juve me Vlonin. Vloni e kona e tentativa me bashku sferën opozitare kundrejt PDK-s. Dhe vetëvendosja ka thonë, na jemi garancia që Hashim Thaçi zmohet kryeministër më. Kur Vloni dështoi, tani tha që, këta jam krejt njësoj. Qa ka po PSD-ja? Në fillim ka thonë, hajde të bëhem krejt në opozita të rëzojmë Albin Kurtin, se njëri rrezikshëm. Kur opozita nuk po arrin dot me bë këtë gjë, tha krejt që njësoj. Dhe në vishën një medale me dy fytyra. Me reqin politiku shumë e rëndësishme që të njihesh ma shumë për çka je.